Tërhoqi para nga llogaria bankare një të burgosuri, nën hetim i shkreu i dhomës avokatis. Policia ka referuar materialet në prokurori për i shkreun e dhomës avokatis Arben Lena, pasi akuzohet se ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare një të burgosuri në Shënkoll. Sipas uniformave blu, avokati 56 vjeçar i cili është nën arrest me burg, ka përdorur prokurën që ja ka marrë 70 vjeçarit. Tërheqja e parave nga llogaria bankare të burgosurit raportohet se ka ndodhur gjatë periudhës 2020-2022, ndërsa avokati ka shfrytzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij. Specialistët e sektorit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar referuan materialet në prokurori për shtetasin AL, 56 vjeç me profesion avokat, aktualisht me mas siguri arrest në burg, pasi dyshohet se gjatë periudhës 2020-2022 ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare një 70 vjeçari aktualisht në IEVP Shënkoll. Duke përdorur prokurën që ja ka marrë duke shfrytzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij, njoftoi policia. Dënimi me burg për Arben Lenën. GKK ka dënuar me një vendim të datës 27 korrik 2024 i shkreun e dhomës avokatis Arben Lena dhe 5 persona të tjerë, ndërsa njeriu shpalli pafajshëm. Ata akuzohen se kanë tentuar të korruptonin gjyqtarët e apelit për të liruar një të burgosur.